Rasti i fundit në Malishev ka trondittur vendin ku gruaja shtatzën është vrarë. Tashmë, siç e ka konfirmuar edhe prokuria që dje, i dyshuar është bashkëshorti i saj, i cili po ashtu është i plagosur dhe vazhdon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore, edhe sot nga që e kanë thënë këtë që ai vazhdon të jetë në gjendje të rëndë. Kemi folur shumë për këtë, por edhe rastet e tjera, por duket që absolutisht kjo nuk mjafton. Duket që fatkeqësisht kemi një sistem dhe shoqëri që reagon vetëm atëherë kur ndodhin këto raste. Do të diskutojmë për këtë gjë gjatë. Sot jemi me zotrin Reshat Majliqi, ekspert i sigurisë. Mirë se erdhët. Faleminderit Majliqi. Jemi me Ditën sot, kriminologe. Dita, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Do të jemi drejt për drejt edhe me Ron Kasratin, psikolog, dhe po ashtu do të jetë me ne edhe Zana Avdiu. Zana, përshëndetje. Ron, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kontributën dhe lidhjet. Do ta nisim këtu në studio me zotrin Majliqi. E thash që shumë po flasim, por duket që kjo nuk mjafton. Dhe pyetja e parë që vjen për të hapur këtë diskutim, zotrin Majliqi, është që çka po ndodh? Ka po shkon kjo shoqëri me gjithë këto vrasje të grave? Po, si duket nuk mjafton vetëm flasim për këtë dukuri dhe për këto vrasje që janë bën këtë vit mjaft të shpeshta, e sidomos dhuna që poshtrohet ndaj gjinisë femnore, që për arsye ndoshta krejt banale dikush po e pagun edhe me jetë. Unë besoj se për institucionet e Republikës Kosovës ky duhet jetë një alarm që tash para se me ndodh ky rast, me siguri aty ka pas një kërcënim, ka pas një dhunë, ka pas një shqetësim, ka pas një mosmarrveshje mes çiftit, dhe kjo nuk ka ndodhur aty për aty, por ka pas mundësi që dikush të jep një sinjal, që dikush të alarmon këtë problem, që institucionet ndërmarrin veprimet e duhura dhe të parandalohet. Nuk mjafton vetëm të flasim tash për statistika dhe për numrin e viktimave, sa viktima kemi psu, por duhet bëjmë pyetjen çka kemi bë për me parandalu që mos ndodhin këto dhe çka duhet realisht edhe të bëjnë institucionet që këto raste mos ndodhin. Institucionet vërtet kanë obligim edhe ligjor që të merren me raste të ndryshme dhunës në familje, e cila po përshkallëzohet dhe po përfundon edhe me pasoja fatale si që është edhe rasti i fundit. Unë shfrytëzoj rastin që familjes njerëz t'i shpreh ngushëllimet e mia, sepse në këtë rast nuk e kemi vrasjen vetëm një femne, por është një vrasje dyfish, sepse ajo kishte qenë edhe shtatzon. Dhe me siguri se dhimbja e familjes është mjaft e rëndë, por ne tash vetëm të flasim pse ka ndodhur dhe atë mund ndodhi dhe të lutemi që mos ndodhin edhe në të ardhmen këto raste, besoj se nuk mjafton. Po, për rastin e djeshëm, informacionet janë të mangëta, edhe natyrisht duhet të kemi shumë kujdes në ato që po aludohet madje edhe vetë familjarët e kërkuan dje, që të paktën të respektohet kjo dhimbje, por në përgjithësinë duke marrë këtë rast, por edhe raste të tjera dita për cilat edhe bashkë kemi qenë shumë raste të tjera. Kjo është pyetja, pse po vriten gratë? Spari duhet të shpreh ngushëllimet edhe në familjes dhe më vjen keq shumë për një grua që është vrarë sërish dhe është një dhimbje dyfirt sepse ka qenë shtatzëne dhe është me të vërtetë tragjike dhe është e papranueshme për shoqërinë tonë që një grua që bart një fëmijë të vritet në këtë formë. Po kemi femicid tepër të shpesht në vendin tonë dhe kjo po është si rezultat i ndoshta dhunës, ndoshta mosmarrveshjeve, konflikteve që po ndodhin mes çifteve. Dhe më vjen shumë keq që nuk po kemi parandalim. Nuk e kemi shoqërinë të pjekur për të pa shenjat alarmuese dhe për të bërë ndërhyrje në këtu, dhe po i normalizojmë të gjitha gjërat, raportimi mungon, pastaj procesi multidisciplinar mungon, ku institucionet duhet të bashkëpunojnë, të bashkëveprojnë, familje, komunitet, institucionet policisë, gjyqësor,
dhe po ashtu mirëqenia sociale duhet të jetë ajo e cila duhet të zgjidhë këto konflikte pa ardhur deri te më e keqja, edhe pse në rastin e Malishevës nuk kemi ende informata shumë të sakta se a kemi pas të bëjmë me mosmarrveshje të vazhdueshme apo me probleme në mes të çiftit. Andaj nuk po mundem edhe shumë me edhe pse në një prej deklarata fratjet e familjarëve u tha që nuk kanë qenë në dijenit ndonjë problemi. Zana, jemi me ty, dje ke pasur 2 statuse, në mos edhe më shumë, dhe në njërin prej tyre, Zana do të jetë vetëm me audio për shkak se nuk mund të jetë sot me pamje, po natyrisht duke ditur seriousitetin e temës dhe këtij fenomeni ishte shumë e gatshme të bëhej pjesë për të dhënë kontributin e saj. Do jetë që s'mund të shajë në studio sot. Po e thoja këtë Zana, se marr parasysh fenomenin shqetësues ishe shumë e gatshme edhe të paktën përmes zërit që t'jesh me ne dhe t'japësh kontributin tënd. Zana, ke pasur disa reagime dje dhe ajo që më ra në sy ishte një koment që ishte bërë në njërin prej tyre dhe po e lidhi me këtë që duket që vrasësit potencialni i kemi çdo kunë, ishte që femrave si ti kështu duhet ju bëhet. Po, ishte një koment, po do ta komentoj edhe atë koment pak më vonë, por dua të flas për ngjarjen në përgjithësi. Amer vrasjet e grave nuk duhet mi pas si probleme të izoluara ose histori individuale të secilit vrasës, sepse vrasjet e grave nuk kanë të bëjnë. Nuk janë krime të izolume, nuk janë krime ordinere, janë krime kulturore, krime të cilat mbillen në mendjen e burrave shqiptar dhe djemve shqiptar. Shpesh para vrasjes mund të ketë pasur format e tjera dhunës, kërcënime, xhelozi, ekstreme, kontroll, izolim, përndjekje ose dhunë edhe fizike, të cilat këto krejt arsyetohen se janë probleme të çiftit, probleme familjare dhe arsyetohen se burri ka të drejtë të ketë kontrollin mbi trupin dhe jetën e gruas. Në Kosovë, në shoqërinë shqiptare në përgjithësi, djemt rriten mbrapsht. E thash edhe më herët, djemt rriten në formën më të keqe të mundshme. Rriten si dhunues, rriten si kontrollues, rriten si dominues, pastaj gjë që i çon edhe në vrasës. Dhe nëse po e kërkojmë një arsye ose duam të dim shkakun, sepse ka vdekur edhe një vajzë e re, sepse ka vdek edhe më herët gratë e tjera, sepse u vrarë një djalë nga një vajzë në vetmbrojtje në Ferizaj para disa muajsh, është vetëm një arsye. Dëshira e burrave për me kontrollu gjithçka mbi gruan dhe trupin e gruas. Dua ta them edhe një gjë. Unë kam folë këtu për familjet shqiptare, unë kam thënë ne s'kemi familje. Gjithë kanë reagu, jo se qa po flet, jo ne kemi familje të shëndosha, nuk mund t'i kemi familje të shëndosha përderisa gjysma e shoqërisë është të shtypme, e dhunume dhe është e izolume. Por, që dua të cek diçka është, në të gjitha vrasjet e grave, merrni shehni, në të gjitha ose them në shumicën e vrasjeve të graveve janë të involvuar edhe fëmijët. Ne kemi rastin e Hamide Magashit, e cila është vrarë me beben e saj në bark. E kemi rastin e Nepejit Gjulieta Ukellës, ku fëmijët kanë qenë në dhomë, kur ka hyrë edhe babaja ka vrarë nanën e tyre. Kemi rastin e Ndrecajt në Gjakov, ku e vret gruan bashkë me vajzën 9 vjeçare. Dhe qindra raste tjera të cilët janë edhe fëmijët prezent. Mos ta përmendim rastin e Liridonës, që është një prej rasteve më të rënditse në Kosovë. Kështu që nuk e kanë dertën as të familjes, as të grave, kanë dertën e dominimit. Dhe ky është mësimi shoqëror që u jep djemve. Pra, nëse djemt sot po vrasin, faji është i prindërve, faji është i familjes, faji është i shoqërisë që i rrit si dhunues dhe dominues. Nuk është faji, mos e kërkoni fajin dikun tjetër. Kërkojeni fajin te edukimi që u jep djemve. Zana, po do me dalë aty që pra i janë dominues dhe të cilët nuk sakrifikojnë dhe nuk marrin parasysh as fëmijët e tyre. Pra për këtë arsye po thua që janë në gjendje që këtë akt barbar ta kryejnë edhe përpara fëmijëve të tyre. Kjo është. Absolutisht, djemt shqiptar rriten duke mos e dashur askënd. Amerë sot po shohim qindra raste edhe të prindërve të braktisur, të cilët djemt filan vetë prindrit. A dini pse? Sepse djemt nuk rriten duke mos e dashur askënd, nuk u mësojnë dashurinë, nuk u mësojnë përgjegjësinë, nuk u mësojnë ndjenjen e bashkëpunimit me pjesëtarë të tjerë të familjes ose bashkëjetesës me ta. U mësojnë ndjenjen e mbikëqyrjes, të kontrollit, dominimit, të cilët e duan vetëm veten dhe merren vetëm me veten e tyre. Kështu që gjitha vrasjet e kanë një të përbashkët. Dhunën që u bëhet grave dhe mësimi që u mësohet djemve për t'i dominu gratë dhe vajzat. Me misheni, vllazët i kontrollojnë motrat, burrat i kontrollojnë gratë, madje djemt i kontrollojnë edhe nënat.
në Kosovë. Do hanë, çka do që thë një djalë i ri, do më nështru edhe nana. Deri në këtë shkallë e kemi mësimin që jep djemve për kontroll dhe dominim. Kështu që, kushdo që e kërkon arsyeja e vrasjes është kjo. Dhe dua të lidhem te komenti që e përmende grave si ti duhet më u bë kështu. Dhe fatkeqësisht kjo vjen prej një gruaje në ky koment. Emrin ja harrova komentuese se do e kisha përmend edhe me emër. Vjen prej një gruaje dhe unë ja u ktheva një koment. A je mësuar me kaq shumë me dhunën? A je e ambientuar me kaq shumë me dhunën apo je kaq e dhunuar sa që duhet me bën ndihmë edhe për ty dhe dëshiron që të gjitha gratë tjera të vuajnë. Fatkeqësisht thamë, kjo mendsi nuk është vetëm e burrave. Kjo mendsi është edhe e grave, sepse po mos kesh gratë të cilat mendojnë që gruaja duhet dhunohet dhe mos kesh gratë që ushqejnë këtë edukim, sigurisht ne nuk do të ishim këto dhe nuk do ta kishim këtë gjendje, sepse kur gjysma e popullsisë lufton për emancipim, për barazi, për drejtësi dhe për avancim, sigurisht që këtë gjendje nuk do të ishte. Në këta e kemi të gratë jashtëzakonisht të përfshirë në këtë mendsi. Kështu që edhe ato e kultivojnë këtë mendsi, edhe ato i detyrojnë vajzat të martohen të reja, edhe ato i mësojnë djemt që të jenë dhunus, edhe ato fatkeqësisht e kanë pranuar dhunën si mjet i duhur për disiplinimin apo në nshtrimin e grave. Kështu që kjo është një problem thellësisht shoqëror. Nuk është as institucional, as shumë, sigurisht është institucional, patjetër, sepse ata që janë institucione interpretojnë dhe zbatojnë ligjet, mirë po më shumë është problem social i mësimit shoqërisë, i edukimit shoqëror, që na duhet nga themeli ta ndryshojmë. Kështu që vjen keq edhe për zonjën që ka komentuar, vjen keq për në të cilën gjendje është ajo dhe vjen keq se let arsyetohet dhuna dhe vrasja e grave. Po në fakt është shumë fatkeqësi ta lexosh një koment të tillë pikërisht nga një grua në një situatë të tillë. Rën, jemi me ty nëse po më dëgjon? Pa dasht me generalizum. Por pyetja që vjen në këtë rast është çka po ndodh Rën me këta burra? Nëse mund të quajmë burra. Po, hollësisht në qoftë se identifikojmë problemet kyçe në shoqërinë tonë, është kaq e thjeshtë vetëm analizoni faktin raport mashkull-femër të përfshira në institucionet publike ose në marrjen e përgjegjësive. Pra shoqëria është ajo që e demonizon rolin e femrës në institucione dhe kudo qoftë. Unë nuk I takoj njërës palë ose palës tjetër. Por thjesht, kam identifikuar probleme të kësaj natyre ku femra poshtrohet dhe psikologjia e poshtrimit e një femre nga një konflikt prodhon një poshtrim. Dhe nga një poshtrim prodhon një akmarrje. A jeni me dini ju që femra sot nga statusi saj I perceptuar në syrin e mashkullit identifikohet rrezik, kërcënim, çka do qoftë tjetër kur mashkulli abuzon emocionalisht në çfarë do lloj forme. Por ajo që ka I mungon femrës, për të cilën dua ta përcjell si mesazh dhe këshill publike, është që femra që të jetë konzistente, e mirë menaxhueshme përballë çdo lloj abuzimi, çdo lloj kërcënimi, çdo lloj keq trajtimi, duhet të jetë krijimi një narrative të brendshme, narrativ kjo që do t'i ndihmonte femrës të sfidohet me këto lloj dukurish dhe këto fenomenesh që abuzojnë femrën në mënyrë persistente. Cilat mund të jenë këto narrativa? Një femra duhet patjetër ti deklarohet shoqërisë, njerëzve kudo se nëse ndihet e sfiduar, atëherë duhet të sfidojë. Nëse turprohet, atëherë duhet ta mirë menaxhoj forcën e turpit që I vije mbi supe. Nëse ja merr autoritetin, duhet ta rifitoj atë. Por duhet I tregoj edhe se kush është. Nuk mund ta lë kështu veten e saj sa aty sa këtu të në përkëmbur. Prandaj unë kam konsistuar gjithmonë në identime që e keni parë, keni shembuj kudo në përbot, institucionet, shtetet që qeverisën apo menaxhohen nga femrat, shikoni se ku janë rezultatet. Prandaj unë mendoj që femra duhet të përfshihet në institucione. Po a nuk ka sot një emancipim të femrës shqiptare në kuptimin edhe një pavarësim ekonomik që është super I rëndësishëm për atë. Pra, jemi në një periudhë në cilën më shumë se kur flasim për sukseset e vajzave, për sukseset e grave në skenën ndërkombëtare, jemi krenar me to, por ama në shtëpinë tonë duket që problemi është tjetër. Këtu bërthama kryesore e problemit. Molla e sherrit është familja si sistem në mënyrën se si edukohet apo brumoset personaliteti I një femre apo një mashkulli, ashtu si që potencoj Zana me shumë të drejtë. Pra, mund të ekzistojë dhe ekziston në pak një cikël, konflikt, dhunë, falje, normalizim, konflikt, pastaj dhunë më e rëndë. A e kuptoni pra? A e kuptoni ku qëndron cikli? Konflikt, dhunë, falje, normalizim,
pastaj konflikt dhe dhunë më e rëndë. E pse të normalizohet dhe të relativizohet kjo lloj dhune? Pse gratë nuk mirë informohen për raportimet institucionale për t'i sensibilizuar këtë dukuri? Ju thoni emancipimi. Si e konceptoni ju emancipimin? A i dini ju që ka raste që burrat kanë prit nga arsimimi gruas? Pra, në qoftë se femra do të avancojnë në karrierë, të arsimohet, të evolojnë me progresivitet në karrierën e saj, çfarë ndodh me të? Po mirë, kjo absolutisht, kjo dhe shumë arsye të tjera, as që arsyetojnë faktin që të çon në një vrasje, kjo është nuk e justifikohet, nuk justifikohet vrasja. Ne kemi të drejtë të shprehim opinionet dhe qëndrimet tona, por jo ta justifikojmë atë, sepse ne e përshkruajmë, ne nuk flasim specifikisht për fenomenin, por në përgjithësi, kështu flasin edhe statistikat. Unë thjesht i referohem të dhënave konkrete dhe çdo gjë tjetër që ka lidhje me të dhëna dhe jo me fjalë sa për mbi syt flit kot. Pra, një shembull konkret që Kosova duhet t'i referohet faktit është që duhet të parashtojë projekt propozime, përveç se multidisciplinare, projekt propozime pragmatike konkrete për t'i eliminuar këtë dukuri dhe shoqëria duhet me patjetër ta perceptojë femrën jo domosdoshmëri si lidere një shteti, por thjesht si një grua e cila, përveç emancipimit, do të evoloj me të gjitha prioritetet dhe avancimet që i ka të. Ron, mund tjetë edhe lidere, kemi pasur edhe shumë lidere, por e kemi të Maliqin të cilin do të apysim në këtë që thatë, edhe ju edhe zona pak më herët. Maliqin, ku është siguria për këto gratë? Po jipen shumë arsye në atë që çka po shumë, pra që bërthama është shumë e larga, është diku tjetër që po na sjell tani në këto vrasje kaq të shumta të grave. Ku është siguria për këto grave? Unë po pajtohen me para folësit që është çështje e emancipimit të femrës. Kjo shoqëri duhet t'i kushton rëndësi më të madhe emancipimit të femrës, të drejtave të saj, trajtimit e saj të barabartë me moshkujt dhe të ketë dhe liritë dhe të drejtat e barabarta ashtu që i kanë edhe moshkujt. Është e vërtetë që ky është problem kulturor, është çështje problemit kulturës tonë, tash traditave tona, nga cilat duhet tani të lirohemi dhe të jemi pjesë e shoqërive demokratike, shoqërive që kanë një edukat, që kanë një trajtim, që kanë një respektim edhe gjinisë femnore. Ne me siguri se përpjekjet nuk mund të them që nuk jenë duke u bën që të ketë një trajtim të tillë edhe gjinia feminore, por nuk është arrita i stadi i dëshirueshëm për momentin dhe her pas here po na ndodhin raste të tilla. Mund të jetë një problem shumë i madh fakti që këto raste kur gratë raportojnë për dhunë, shembull, nisim nga këtu, nuk merren seriozisht nga policia. Natyrisht, jo për t'i fajsuar tani më vetëm policinë, sepse është zinxhir, siç po e themi vazhdimisht. Por le të nisim nga kjo, kur një grua e raporton dhunën, nuk merren seriozisht, kthehet më pas aty dhe vazhdon prap njëjtë. Unë kisha me thonë që nga policia, se ve edhe prej policisë shumë vite kom punu aty, nga policia nuk nënshmohet asnjë rast policia në çdo rast kur dikush kërkon ndihmë reagon. Por për me ndalë atë person, për me marrë veprime tjera ligjore, është e domosdoshme që të konsultohet me prokurorin. Dhe në shumë raste me telefon konsultohen që thot ka elementet veprës, ka elementet veprës. Dhe nëse s'ka elementet veprës, sipas prokurorit, policia është e pafuqishme me ndërmarrë diçka më tepër dhe me mbajt personin e tillë. Realist, ne ndonjëherë kemi dëgjuar shpesh që këto gra kanë thënë që na ushtën, ktheu në shtëpi se një shuplak nuk është kurrë dhe rregullohen raportet. Thëniet e tilla janë të gabueshme, po them dhe duhet ndërmarrë veprime, asnjë rast nuk do të nënshmohet se ndoshta për neve një rast është i thjeshtë dhe na duket normal që nuk ka kurrë, por prej asgjë mund të lind një pasojë shumë e rëndë dhe nuk do të nënshmohet, por duhet ndërmarrë gjitha veprimet ligjore dhe në këto raste kur dhuna është aq e shprehur, nuk duhet tolerancë ndaj këtyre rasteve, por duhet me ndërmarrë veprime dhe me siguri me ndodh edhe ndalja për 40 orë dhe me zhvillu procedura tjera ligjore që ata persona mos vetëdijsohen, që mos të ushtrojnë dhuna apo të ndërmarrin ndonjë veprim me pasojë edhe matrona. Dida, nga këto raste të kohëve të fundit që kemi dëgjuar, që i keni dëgjuar, marr parasysh edhe punën tuaj. Çka ju si një profesioniste vrenin në këto raste? Pra,
ka shumë arsye, mund të ketë shumë problematika, është një zinxhir institucional, po çka ju po vreni? Dishta tani mund ndërlidh me këto që parafolësit e thanë, për edukimin e djemve, mashkujve e kom fjallën. Asnjëherë nuk po kthehemi me shiku se si familjet po edukojnë vajzat. Edhe pse jam feministe, edhe jam shumë kundër gjitha këtyre fenomeneve, mendoj që femra shqiptare është emancipume. Mirë po forma si rritet ajo në familje ka pengesa. Familja e tillë, familja i thot vajzës se ti duhesh me u martu, ti duhesh me mbrojt, me mbajt familjen. Kjo është e gabueshme sipas meje. Vajza duhet mu inkoraju për me studiu, për mu avancu, dhe nëse e gjen veten në një lidhje që duhet të përfundoj me martesë të martohet, mos tjetë krimi i familjes prioritet për vajzën shqiptare. Unë këto e shoh si pengesë shumë të madhe, sepse ajo vajzë pjeket në atë formë që kur të rritet dhe e sheh një gjë negative, një dukuri negative ndaj saj, ajo prap është tepër tolerante edhe dominon, ajo forma që shoqërit familjen e vetë që duhet me toleru atë dhunë. Dhe kështu ajo dhunë po përshkallëzohet edhe po vim deri te përfundimet tragjike. Kështu që bëj thirrje dhe i lut të gjitha familjet që vajzat e tyre ti edukojnë në forma të ndryshme që ato të vetë zhvillohen dhe të mos jenë vajza që vetëm shikojnë të martohen, të krijojnë familje. Edhe pse familja është e shajt, nuk dua të jap një mesazh të gabuar, mirë po të kemi kujdes që ato ti vetë disojmë që prej fillimit të moshës. A më lejon që këtu ta inkuadroj edhe Zana, më pas do ndalim tek pyetja. Zana, jemi bashkë dhe në këtë për të cilën e ngriti edhe Aferdita, pra problematika edhe në edukimin e vajzave, se si edukohen dhe rriten brenda familjes. Sa pajtohesh? A mene të ndrytohet mu të edhe njerë se pata një telefonat dhe mund të Okej, po jemi me ty, dua ta ngrisim pak këtë diskutimin edhe në linjen që e tha Aferdita, pra që një problematik tjetër, një diçka shumë e rëndësishme është edhe ajo se si edukohen dhe rriten edhe vajzat brenda familjes. Absolutisht po anë, kjo është një dhe një ndër problemet kryesore se vajzat mësohen që veçlisë të nënshtrohen. Ta dëgjojnë vllahun, ta dëgjojnë babën, pastaj ta dëgjojnë burrin, të jenë komplet të nënshtrume, të kujdesen për familjen, u mësojnë që duhet keni fëmijë, duhet martoheni patjetër, para se të mësojnë duhet keni pasuri, duhet të trashëgoni, duhet të shkoni në shkollë, duhet të pavarësoheni, duhet të keni pavarësi edhe financiare. Sigurisht që kjo është një ndër problemet kryesore që e kemi në Kosovë. Mirë po du me u lidhë dhe me pyetjen tënde që përmendëm më herët, po jemi krenar me vajzat gjithandej botës, por ato që i kemi në shtëpi. Edhe një herë unë kam pas një deklaratë nëse mban mend fiks këtu te Kosova Live, kam pas një deklaratë ku thënë absolutisht është e vërtetë. Vetëm gratë e shtëpisë. Këtë termin që përdorim na çike shtëpisë, se gruaja e shtëpisë që mundohen me shit për të mirë, që është problemi kryesor. Gratë që dalin jashtë shtëpisë nuk vriten. Gratë të cilat kanë shumë të dashur, gratë të cilat kanë liri të kryejnë shkollën, të pavarësohen, të jenë vendet të punës, të kenë pasurinë e tyre, kanë lirin të kenë të dashur sa të dojnë, apo të jetojnë jetën e tyre seksuale si të dojnë, ato nuk vriten. Vriten vajzat dhe gratë të shtëpisë. Vajzat e dëgjueshme dhe gratë e dëgjueshme. Ato që llogaritin si më të mirat për të bërë gruaja e dikujt, nëna e dikujt, kryestarja e shtëpisë, ato vriten. Nuk vritet gruaja e lirë e cila bën çfarë të dojë me trupin e saj. Prandaj, edhe ajo nga çfarë tha parafolsja, edhe tani po edhe jap mesazhin tim nëpërmjet pyetjes tënde. Mos u bëni gra dhe çika të shtëpisë. Ti je grua dhe çike shtëpisë është gjëja më e keqe që mund t'ja bësh vetes tonë, sepse një ditë do të përfundosh edhe nume, ndonse dikur edhe e vrar. Dhe një gjë tjetër, për gjithë prindërit, të cilët i detyrojnë vajzat e tyre, sepse nuk është detyrojnë vetëm me ta futar në kokë dhe me thonë martohu. Po kur ta mësosh dhe ti bësh presion që prej fillimit, kur ta martoni vajzën, lutuni, inshallah ju kthehet e gjallë edhe vjen ju vizituar gjallë e jo në arkivoj. Që shpëndodhë me gjitha. Pra, ditën e martesës ta keni parasysh këtë. Nëse ju i detyroni vajzat e juaja, i bindni se gjithçka është martesa, vetëm lutuni që ato të mos t'ju kthehen të vdekura. Sepse kjo shoqëni dhe ky edukim që japni edhe djemve edhe vajzave,
këtë do tjetë rezultati. Minimalisht të dhunume dhe në versionin më të keq e vrapër. Zana, sa do që është shumë e rëndë kjo që e the, po është duket fatkesisht një realitet të cilin duhet ta pranojmë dhe për të cilin duhet të luftojmë shumë. Në fakt, Zana, me që përmendet deklarate, mua më kujtohet gjithmonë dhe potencoj shumë shpesha deklaratën tënde po në Kosovë Allaj që ka thënë më herët, se ne në përgjithësi jemi një shoqëri hipokrite. Ne nga mëngjesi deri mbrëmje mbajmë moral, shesim moral bukfalisht dhe më pas ato gjërat të cilat i themi vetëm në praktikë nuk i bëjmë. Absolutisht, jemi shoqënia më e pamoralshme që mund ta gjesh, sinqerisht, sepse jemi komplet të rreshëm, komplet jemi të pavërtet. Gjithë ditën flasim për familjen, për fëmijët, për prindrimin dhe në fund shehet çka bëjmë. Më shumë bi dhunojna fëmijët dhe gratë dhe dhunojna familjen në të cilën na pretendojnë se është më e mira. Afërdita, më falë. Po, Roni është me ne? Roni, Zana, nëse se i di angazhimet mund të liroj, mund të falenderoj shumë për lidhjen edhe për kontributin sot. Faleminderit Amir shumë. Faleminderit shumë. Roni, më prit vetëm një moment të lutem sepse dua të dita të ndalem tek ajo që e pyeta më herët. Pra, nga profesioni, nga ajo që po dëgjoni, nga ajo që po shenin, ku sipas jush është problemi? A ka një gjë të përbashkët në të cilën e vëreni në të gjitha këto raste? Po mendoj që në këto rastet zakonisht kur kemi si historik konflikte të vazhdueshme tek çiftet, për shkak që kemi mosmarrëveshje, domethënë tek çiftet, dhe të gjitha lidhjet që krijohen sikur një lloj detyrimi për të krijuar familje, siç e thash edhe më herët. Dhe ky nështrimi që po edhe parafolsja disa herë ceku nuk po du mi përsërit gjanat, mirë po e shoh që kemi problematik më të madhe këtë nështrimin e vajzave, po ashtu edhe nuk jemi të vetëdijshëm si shoqëri që t'i ndërmarrim hapat të cilat na takojnë. Unë e shoh të mangët raportimin, edhe pse ne themi që rastet janë raportu dhe e dëgjova këtu që ka pas raste që nuk janë trajtu, nuk pajtohem me këtë, sepse dhuna në ndaj grave gjithsesi trajtohet në mënyrë emergjente dhe ende nuk kam dëgjuar ndonjë rast që ka pas dhunë, qoftë edhe një shuplak edhe nuk është mbajtur për 48 orë, ndërsa për procedurat e mëtejshme, desha të them që ne nëpër institucione duhet të kemi psikolog. Psikologu që jep ndihmën e shpejtë, sikur se mjeku që jep në emergjencë, ashtu edhe psikologu duhet të jetë inkuadruar në polici në momentin kur raportohet rasti, sepse jo çdo polic mund të ketë empatin ose qasjen adekuate për viktimën e cila është aty. Pastaj, kjo duhet të vazhdoj edhe në prokurori, sepse është faza e dytë ku viktima do t'jetë aty dhe ka raste kur prej traumës e cila jo është krijuar nuk mund të raportoj ashtu siç duhet, do t'i ikë në një detaj. Domethënë kemi mungesë të psikologëve pothuajse në të gjitha institucionet. Dhe unë e shoh një mungesë shumë të madhe, sepse në shtetet e zhvilluara, ne jo vetëm që kemi nëpër institucione psikolog, ata kanë edhe qendra të tilla, jo qendra të mirëqenies sociale, nuk e kam fjalën për ato, por qendra të përbërë prej psikologëve, prej punonjësve social, ku munden rastësisht në rrugë të trokasin edhe të hyjnë edhe të flasin për një problematikë. E tillë është shteti Zvicrës, ku çdo njeri mund të shkojë dhe të merr një trajtim dhe mos të vijë ndoshta deri te një tragjedi, sepse e shoh preventiv që është prezenca e psikologëve dhe profesionistave shëndetit mendor, të cilët do të mundshin ta ndihmojnë këtë shoqëri në përgjithësi. Po, dhe lidhim me njëherë Ronin këtu, mungesën e psikologëve, rëndësinë e tyre që siç thot Dita me shumë të drejtë, do të mund ta ndihmonin shoqërinë tonë në këtë gjendje që jemi. E them pa ndonjë interes të caktuar, a ka kënaqësi më të madhe sa që të dëgjosh në studio një grua që flet saktësisht sipas një procedure të mirëfillt se si duhet të funksionalizoj roli psikologut në shoqëri. Dhe për këtë një bravo e madhe panelistës që është aty, dhe përshëndes nga larg, sepse sot psikologu jo vetëm që më njanohet, por ka raste të caktuar sipas çdo lloj strukture sociale në raport me psikologun stigmatizohet roli i tij. Pra, tek psikologu nuk shkojnë njerëzit e sëmur, të agravuar, të eskaluar, por edhe ata njerëz të cilët këshillohen, konsultohen, rrëfehen dhe kërkojnë bashkëndjenjë, nevojën e bashkëndjenjës së emocionit, frustrimit, ngjarjeve që kanë përjetuar, ngjarjeve që kanë kaluar. Kështu që
patjetër që po, nuk mjaftojnë vetëm qendrat e shëndetit mendor, nuk mjaftojnë vetëm qendrat për punë sociale, psikologu duhet të jetë cikli pa ndërprerje, si cili institucion, në mënyrë që të gravitojë, të funksionojë, e të rezultojë suksesshëm roli i psikologut në shoqëri. Dhe patjetër që po, por zojet e nderuar, jeni djeniti që ne vetëm flasim në media, në emisione, në opinione, po akoma nuk është ndërmarrë asnjë hap konkret nga institucionet për ta bërë rolin e psikologut në shoqëri dominant. Dhe pse nuk është bërë kjo, bëhet një pyetje e madhe, por mua është misterioze. Kjo është problematika, që... Por dua të përcjell një mesazh profund për shoqërinë, referuar hierarkisë sociale dhe barazisë gjinore. Ne e dim, nuk dua të përçoj vetëm mesazhe religjioze ose teologjike, por e dim nga çdo lloj mesazhi religjios, në qoftë se e lexojmë simbolikisht, pra, në një lexim simbolik, gruaja nuk del, pra, në histori, në origjinë e njeriu, gruaja nuk del nga këmba e burrit për të qenë në të. Pra, gruaja nuk del nga këmba e burrit për të qenë në të, por nga ana e tij për të qenë përballë tij. Pra, nga brinja e Adamit është krijuar femra, apo jo? Pra, jo nga këmba e tij. Kështu që të poshtrohet një femër, si është prodhonakmarrje, konflikte, çdo gjë tjetër. Dhe unë njoh shumë gra sot që bëjnë përpjekje maksimale për të rehabilituar lindjen e tyre, bëjnë përpjekje maksimale që ta ndërtojnë një marrëdhënie dhe familje të shëndosh, por ja që janë shumë faktorë që ndërthurën dhe bëjnë shoqërinë shumë komplekse. Dhe nga Maliqi dua të dëgjoj në studion atë se çka është urgjente që duhet bëra. E kom parasysh, janë shumë gjëra urgjente, nga këto gjitha që po flasim, por e më njëhershme që duhet bërë, dhe se mbasa shumë prej këtyre rasteve Maliqi, ndoshta edhe do të mund të ishin parandaluar. Unë besoj që jeni njohuri se ekziston koncepti i ri i policimit në bashkësi. Tani treni është i ndarë në sektore dhe është edhe policia i lagjës, e cili nuk është ende të implementua ashtu si duhet, po të funksionon të si duhet, me siguri si policia i lagjës do të njët me problematikën që ekziston në lagjë, me viktimat e mundshme me personat që mund të kenë problemet pas zgjidhura mes veti, një sinjal i hershëm, me siguri se me njëherë krijohet një analizë dhe prej saj krijohet një veprim që duhet me ndërmarrë fillimisht policia, mandej prokuria dhe mënyrë zinxhirore institucione tjera. Do të thotë, duhet krijohet besimi në institucione, që qytetarët jenë lirë të raportojnë rastin dhe të besojnë që nësë raportohet rastin dhe të ndërmarrin veprimet e duhura ligjore që do të kenë edhe përkrajnë edhe ndimen e tyre. Në rase ato këtë besim besoj e kanë, po vrasjen e kemi shumë. Kjo është problematika, si ti parandalojmë këto vrasje të grave? Duhet vendisimi i popullatës në përgjithësi dhe duhet tipet tretmoni dhe trajtimi i dur që i meriton çdo femën sikur në gjitha vendet tjera. Ne duhet vendisohemi dhe ta kuptojmë që femna është e barabartë me moshkullin dhe nuk duhet të jetë trajtohet në forma tjera dhe... Pra po dalim tek gjeneza, pra po dalim aty. Dida, a mund të ishin parandaluar këto vrasje? Po, do të mund të ishin parandaluar dhe ende mundemi me i parandalu duke bërë fushata vetëdijsuese, duke bërë pyetësor të ndryshëm anketime në të gjithë vendin, ku do të gjendan informata të cilat ne nuk mundemi me gjetë kur, sepse kemi gra të cilat nuk mund të shkojnë as deri në polici me raportu një rast, as me thirr me raportu një rast. Kom pas një rast e cila më ka shkruar me një Instagram fake në Instagramin e Institutit për Psikologji dhe Kriminologji, të cilën jam drejtoresh, dhe më ka shënu kështu. Kam shumë presion prej burrit, nuk mund të marrë ndihmë psikologjike, mirë po a mundesh me më rekomandu ndonjë mënyrë ç'është mundemi na me kontaktu. Do me thonë, atë që është nën presion, so që nuk mundet as me komuniku, e ka hap një Instagram fake dhe po mundohet me komuniku me mu, dhe pas një kohë e ka ndërprej komunikimin, sepse ose buri ja ka deshifru, e ka gjetë telefonin, dhe nuk e ka leju vajzën, ose gruan për të shkruar më, dhe ne nuk kemi mundur t'i ofrajmë ndihmë.
Kështu që unë mendoj që kemi shumë raste të fshehura, të cilët përmes anketave, përmes ndoshta qasjeve në për shtëpia të grave të cilat nuk mund të dalin as, do të kishim mund. Kjo është çështja përmes fushatave. Kjo është mënyra më e mirë që mund të bëhet në ndryshim në shoqëri, përmes fushatave vetëdijsuese, nëpërmes mediave, nëpërmes rrjeteve sociale, nëpërmes TikTokut, derisa TikTokun e përdorim për me i dhënë influencë gjërave të kota, kishim shumë me përdor për këta. Ne kemi 2-3 organizata të cilët bëjnë fushata të tilla, mirë po nuk janë të mjaftueshme. Kjo duhet të jetë vazhdimisht në ekranet tona që ne të vetëdijsohemi, edhe si profesionista, edhe si kur gra të cilat qëndrojnë në shtëpi dhe nuk janë të vetëdijshme se çfarë veprojnë. E kom parasysh që as 45 minuta, as një orë, 2 nuk mjaftojnë për të folur për këtë fenomen shqetësues, por unë ju falenderoj shumë për kontributin sot që dhat. Dua ta jap Ronit mundësi me një fjali të fundit që ta përmbyll këtë debat. Ron, jemi me ty krejt për fund. Shikoni pra psikologu e bitis. Se është psikologu ka rol funksionar në shoqëri. Asnjëherë, Roni, asnjëherë nuk e kemi minimizuar rëndësinë e psikologët. A besoj ti e di këtë sa Akten pak në humor bisedën tonë sepse po e bëjmë shumë të ngurtësuar. Shiko, në fakt për vrasjet, specifikisht për vrasjet, kush janë viktima dytësore që vuajnë një akt vrasje në shoqëri, kur vritet një person që t'jeni ndjeni ju. Kur vritet një person, nuk vritet vetëm një individ nga pikpamja sociale, por mund kemi fëmijë që mbesin pa prind, bashkëshort ose bashkëshorte, prindër, vëllezër e motra, miq, kolegë dhe komunitet. Pra, vrasja nuk është vetëm ngjarje individuale, por prodhon edhe pasoja kolektive. E ne duhet këtu të fokusohemi. Jo ta trajtojmë pasojën e asaj vrasje, por ta shohim në origjinë cili mekanizëm, cilë shkaktar i paraprin vrasjeve që sot janë tronditse në Kosovë. Dhe let mos gjast 3 ditë që dhja më madhë. Fatkeqësisht. Ron, faleminderit shumë.